Hi! Bëjmë gati shpejt e shpejt sepse duhet të shkojmë në një house party tek disa nga miqtë tanë gjerman. Edhe thash me qënë se kam shumë kohë që dua të filmoj, kam një karrelo këtu me gjëra. Mënyra ime për të shpenzuar lek, po mos të shpenzuar lek, është që të shkoj tek thriftet. Ka qenë ky është madje fokusi im numër 1, ndoshta do ta mbyll të derën, sepse kam thënë lavatriçe në punë, edhe po bën centrifugën, edhe vërtet i çik më shumë. Së fundmi, pothuajse po blej 100% vetëm rroba të përdorura, thrift, vintage, rroba të vjetra. Më besoni, kam bler gjëra shumë të bukura. Gjëra cilësore, basics, kashmiri, leshi, sepse këtu është ftohtë, ju e dini, në Gjermani nuk mund të vishesh me shumë shtresa, sepse brenda plas vape, jashtë është shumë ftohtë. Gjithashtu, parimi im tani kryesor, duke menduar faktin që nuk mendoj unë, parashikimi im, që në shumë pak vite nuk do ketë më produkte dhe rroba cilësore në për thrifte, pra në për tregjet të përdorave apo në dyqane vintage. Siç në Shqipëri, nëse shkoni të përdorat, besoj e keni vënë re që me siguri ka ndryshuar këtë 2 vitet e fundit, sado që kur vi në Shqipëri gjithmonë gjej pak kohë të shkoj të përdorat, gjen më shumë shihen edhe fast fashion, domethënë. Nuk keni parasysh. Këtë varsin që të bleva në një dyqan vintage është ferm, edhe fakt e mora për mamin, edhe thash ta vë vetë që ta shoh sa bukur duket, edhe po më pëlqente realisht, edhe do më pëlqej ky fakti që po e mbaj unë tani dhe pastaj do t'ia çoj mamit. Gjithashtu kam blerë të gjëra, edhe një varsë tjetër serm që ishte, dhe këto të sermit zakonisht i shesin më shtrenjtë se sa vlera e tyre në peshë, prandaj edhe nuk po i çojnë për të shitur në peshë, por ndonjëherë kur janë ndonjë gjë e veçantë, ndonjë dizajn i vjetër që e di që nuk do i gjesh më, unë jam kështu, ja vlen. Kjo është karreli i gjërave që dua t'ju tregoj. Kjo është një rrugicë që kam bler. Një nga kutijat që ka javë që më pret që unë t'ju tregoj se çfarë kam bler dhe t'i fusim në përdorim, janë gjëra që kam bler në Amazon, edhe një 2 gjëra besoj në Temu për shtëpinë, shumë e rëndësishme. Po filloj me Amazonin. Siç thash, duke qenë se jam fokusuar shumë tek thrifti, këto vijnë me disa çështje të reja. Gjërat që janë të rëndësishme, për shembull kur blen peliçe reale të vjetra vintage si kjo këtu, është nevoja që ta eroset. Bleva nga këto aromat për dollapin me qeska, me aromë livando, se livando është e preferuara ime. Vjen aromë shumë e mirë, edhe qeset duken kështu. Gjëja numër 2 shumë e rëndësishme për në shtëpi, që nuk mendoj që do i blija ndonjëherë se ne gjithmonë i hedhim këto. Kam marrë nga këto silica bags, do me thënë silica gel. Keni parasysh kur bleni diçka dhe ka gjithmonë këto kokrat brenda. Këtu ka lagështi dhe besoj edhe në Tiranë mbaj mend që ndodhte dhe nuk thjesht nuk e kisha menduar që ndoshta kjo është gjë që unë duhet të bëj. Rrobat ndihen të lagura kur i merrni nga dollapi. Kjo nga lagështia. Këto janë që të thithin lagështinë e dollapit apo të rrobave që mos të krijohet myk. Very important. Tash, blerje shtëpie. Nga blerjet më të rëndësishme, po e forta se më solli dhe vjera disa sot buke, kam blerë sot buke, këdi ju, po këtu në market është shumë vështirë gjesh sot buke, ose të thjesht nuk e kam gjetur unë, ose edhe kur e kam gjetur në DM, ka qenë për pastrim, kjo këtu më duket se është, kjo është për ushqim, e shkruan dhe këtu. Në fakt, tani më thoni ju, ishte si çike lagur kur erdhi, se më mend cila nga gjërat ka rrjedhur. Besoj është prishur, apo jo, i bie ta përdor jo për ushqim. Më thënë, jo s'unë do ta përdorja për ndonjë bukë, po e dua për shumë për të pastruar perimet. Për shembull kur kishim luleshtrydhe ose brokolin. Blerje tjetër shumë e rëndësishme tani për rrobat që thashë jam bler kashmir edhe lesh, kam marr 2 krahër. Kjo sepse duhet dhe për pallton. Kam bler një pallto e cila ishte alpaka ull, domethënë lesh alpaka dhe ka këto qimet që mund të jenë të shpërpuritura një çik, edhe pas që kishte krahër, e thash okay, let's buy. Le të blej një krahër, dhe kemi një krahër kashmiri dhe leshi dhe një krahër të përgjithshëm. Dhe këto janë të mira sepse ndihmojnë në mirëmbajtjen e qimeve e kozgjatjen që ka komplet e mbyllur. Krahërit, dhe kjo ka këto dhëmbëzat kështu si shumë metalike, kurse kjo është kështu si gjë velvet e çuditshme. Tani çfarë po shoh është që këto janë të gjitha të gërvishtura, nuk e di a dallohen. Janë komplet të gërvishtura. Unë i kam bler të reja, ishin në kutile. Ka kthyer njëri dhe këto i kanë ripaketuar. Këtë dia dallohet, por shumë është gënjur sepse këto kushtonin shtrenjtë me që mbaj mend, nuk ishin kështu
gjë 2 euro, besoj ishin mbi 10 euro. Duhet të krijoj një kit me këto gjëra të rëndësishme. Bleva dhe e përdora është ky ngjitsi i lëkurës. Kjo është fiks nëse ju hapet në një rip çante apo këpucët, edhe vinte era me që mbaj mend po komplet mastic kur çonim këpucët për t'u ngjitur. Edhe thot që është e mora me zëta këtë brandin që është më i njohur i që besoj njohim të gjithë të ngjitseve, se thash do të jetë i mirë dhe për mua funksionoi shumë okay. Unë kam marrë, i kisha harruar, nëse do të kisha dhënë Darjes, më ka shku në mend fare. Është wax. Është spatull, okay, nice, me 2 anë, edhe është nose and scar wax, do me thënë wax, dyll, për hundën edhe për plag, do me thënë, pra për Halloween, special effects makeup. Se kam hapër fare. Hapet kështu, hajde. Okej, si duket si lëkur, nice, me gjithë, ti është më errët kjo së bënë, apo nejse, kjo është, harrova, kjo është thjesht dylli, mund t'i vendosësh foundation pastaj. Okej, very excited për këtë, wasi s'më kujtuaj që e kisha harruar fare që e kisha. Këto nuk i blem të Amazoni, i blem tek Maxi, 10 euro pas kanë bërë. Donë të burit sa gota rakie, në rast kur na vjen njëri dhe ka qef t'ju bëj të provojnë raki, të kishim gota tamam, edhe këto na pëlqyen. Mua në fakt më pëlqyen më shumë. Thjesht burit donë të një format të tillë, domethënë jo nejse, jo formate të tjera. Me plur, besoj kanë okay. Dhe çfarë më pëlqeu nga këto gotat është që duken si kuba akulli. Shikojnë pak? Më duken funny edhe cute. Çfarë është kjo këtu? Oh, po, tani. Disa nga gjërat e kashmirit më janë grisur, sepse kashmiri është një material shumë delikat dhe duke qenë se është material, është dhe material shumë i rehatshëm, shumë i ngrohtë dhe ti rrjedhimisht do ta veshësh shumë edhe do griset. Dhe pash në internet që thonin që mund t'i qepësh vetë me fije pambuku. Dhe unë vendosa të bleja këtë kitin për t'i riqepur vetë, edhe pse ju shpjegoj pastaj, dhe mora këto ngjyrat neutrale, ishte me set, besoj ky seti kushtojnë diku të gati 30 euro. Ka dhe këto që mund përdoren për furça, për t'i vendosur tek topat e perit. Edhe zgjodha këto, për shembull kjo është si blu errët. Po, kjo është blu errët. Të thash mos ra brenda për. Do të thënë këto ishin ngjyrat që zgjodha unë. Kjo e kishte marmalli për edhës që bin gjërat në tokë. Këto janë paka shumë edhe ngjyrat e bluzave dhe trikove që kam. Thash do të filloj t'i qep vetë, por mendoj që për shumicën e tyre që janë bërë vrimat më të mëdha, sepse është material që stretohet, do me material që hapet, do t'i çoj tek një faqe që e shoh që është në meni dhe kam parë që punojnë tamam specifikisht me kashmirin, pra i vën këto keni parasysh këto, si quhen? Pincat, nuk po më kujtoj. Gjilpërat. I vën çdo gjilpërat dhe e arnojnë në mënyrë siç bëhet lejsi, domethënë këto perdet e vjetra, se në fakt si kemi thënë atyre? Si tip qendros, do thënë, me teknikën e qendros i arnojnë dhe realisht nuk dallohet fare që është arnuar, sepse gjejnë fix perin me të njëjtën ngjyrë edhe e qepin e qajnë, kështu që edhe pse me siguri do kushtoj ca lek, se kam disa edhe puna në Gjermani kushton shumë shtrenjtë, me siguri do zgjat të bëja të më mirë, që ta di që është një punë fantastike. Për një gjë të vogël dosta, këtu dosta nëse hapen këtu të fletullat mund t'i qep vetë. Dhe produkti i fundit që mora në Amazon është ky kremi i Florence. Nëse mbani mend, unë kam pas bërë ca bashkëpunime me këtë firmën, është në Shqipëri, Florence, dhe më ka pas pëlqyer shumë ky kremi, ka patur retinol, nuk e di, më duket sikur e kanë ndryshuar, e kanë hequr, sepse ajo thot, okay, paska, sepse isha kështu më duket dhe paska nejse nuk e lexova askund. Po thot me acid hyaluronik, vitamin C, niacinamid, ceramide dhe retinol. Ju a prezantoj, ja u kishin ndryshuar paketimin, me do të ta bër pak më cheap, por është krem shumë i mirë dhe e mora specifikisht për burrin actually dhe për veten time ta vendos këtu e hitit kur të qoftë. Ja dy gjëra që kam marrë tek Temu. E para është kjo stenda, dhe vendos një foto këtu nga Temu.
Stenda e parfumeve duket shumë nice, ua sugjeroj nëse doni, ishte pak e shtrenjtë, por është shumë nice. Vetmja negative është që nuk ka një kufi që e bën normalisht duket më bukur, por nëse jeni pak clumsy apo mund të tundet mobilja, mund të thyhen, mund të bien qoftë parfume, që do të patë parasysh. Bleva këto, shefti domethënë kam kaq shumë kohë që pres të bëj këtë video se e kisha harruar që i kisha. Këto janë rolls për flokët. Unë në fakt pas njërën që i shtrinte flokët, ishte ka qërelse, momentin që i ka të lagura, i kapse me këto, i tërhiqte dhe i mbante 8 orë, tani isha kështu, kush i mbaj 8 orë, dhe i shtrieshin vetë. Jam shumë dyshuse që mund funksionoj, por gjithsesi thash, kam dashur disa nga këto kaq të mëdhenj për flokët, kështu që i mora. Të temu këto zakonisht nuk kushtojnë shtrenjtë. Ato rozet e tjera që përdor tani nuk kam bler te temu, në fakt jam bler tek marketi të zakonshëm. Kam marrë disa Cape Wigs, që se keni parasysh se çfarë janë, është kjo këtu, domethënë para se të vendosësh paruket, këto gjithmonë humbin ose prishen ose të vrasin, kështu që për Halloween dhe me paruket më duhej. Vendosa të meja më në fund një nga këto uçat, doja në rastet, ja për shembull në mbrëm i kam larë flokët dhe duken gjatë pak të ndryshme, doja për këtë krehjen kështu të fijeve, shefti, ua, bakanam. Ikën fijet. Amazing. Dhe doja që të kishte edhe këtë për ndarjen e flokëve. E voilà. Son flokët gjithmonë i ndaj kështu, random. Flokët e mia nuk janë asnjëherë perfekte të ndarë në mes, apo të perfekte me asnjë gjë tjetër. Kam marrë këto magnetët, që kur i pash atëherë të faqja nuk mendoj që janë kaq të vegjël, po kështu është kur nuk shef për masat. Është një nga eventet që do i ndodhi çdo kujt, domethënë që do porosisit të temu gjëra që nuk ja o ka parë për masat edhe vin kështu mikroskopike. Këto i doja sepse nëse keni vënë re tek videot e mia, tek frigoriferin e kemi vendosur foto, ose mund vendosim ndonjë shënim, edhe magnetët duhen gjithmonë. Këto janë shumë të vegjël, shikoni pak, mirë që është kaq. Po shpresoj sa është magneti pas. Domethënë kjo nuk mban, kjo mban vetëm një letër të lehtë, është një sticky note, nuk mban në një foto kështu. I don't know. Gjëja e fundit që nuk besoj se ja vlen, janë këto stiket për pjesën të këmbës, ose nuk e pas kam provuar, thjesht më duken që janë shumë të holla, edhe tërhiqet kështu. Janë me formë buze, por janë për pjesën e thembrës të këmba, kur të vret këpuca, ose kur të vret kudo. Unë këtu blej disa që janë të shtrenjta, është diku të 6, jo, do të jetë 3 euro, po ka 6 copë, dhe janë më të trasha. Ok, ndoshta nuk është shumë e shtrenjtë, por prap, ato i bie 6 copë me 3 herë ti i përdor, ikën. Këto janë kaq të holla, nuk e di sa e dalloni, kurse ajo është gel, domethënë që realisht të shpëton. Kjo nuk e di se sa do bëj punë, por për fat të mirë. Harrova t'ju tregoja edhe këtë Milvon, detergjentin për rrobat kashmir edhe lesh, që mund t'i lani me dorë ose me lavatriçe. Është shumë nice e përdora, funksionon. Kam bler atletet e reja. Siç e pat nga vlogu me Darion, bleva the New Balance. Kjo quhet vetë New Balance, isha kështu nuk janë New. Atletet, rash dhe unë pre, sepse isha e dëshpëruar. Kjo për fakti se çdo këpucë më vret këmbët, çdo sandal, çdo, I don't know, më vret qoftë tek gjerësia e këmbës, kur nuk më vret tek gjerësia e këmbës, më vret tek pjesa e kurrizit të shputës së këmbëve, kur vendos aty ndoshta diçka që të ngrihet këmba, më vret aty ku mbaron këpuca. Vendos aty provoj këto, edhe për fat të mirë më bënin, dhe jam shumë entuziaste, siç e pat, i kisha me vete gjithë kohës. Fatura. 2 gjëra të tjera që bleva, atletet e mia Air Force të Nike-ut, të cilat janë duken si të reja, por më kanë sakatuar këmbët se herë i kanë veshur. Mora këto janë, po, ja si duket, është për mbrojtjen e themrës, plus tje pak edhe pjesën poshtë, kështu që nuk i kam përdorur akoma. Kam frikë edhe t'i përdor, më duhet t'i provoj këto atletet e reja, në ndonjë gjë të shkurtër, ndoshta mirë është t'i provoj ndoshta tani. Jo të rejat, ato të vjetët, pra të Air Force, Nike Air Force, sepse e di që nuk do jetë si shumë, maybe, dhe du t'i provoj, dhe mora dhe këto, dhe nuk është e bëni lirë këto gjëra, që bëka bënte 5 euro, se ishte me zbritje 3 nga 5, anyway.
Dhe janë kështu, për shembull, se halli tjetër, edhe pse jam entuziaste, se do më vinë sa çizme. Halli tjetër është që blen çizmet e bukura, për shembull, kam një parë që i kam pas bler vjet. Janë të holla, nuk kanë shumë bazament, që duket këmba elegante, ndërkohë që sa ecën 1 orë maksimumi, pjesa e shputës së këmbëve nuk e vëmë do të këmbën në tokë sepse të dhëmbë. Pse? Sepse është shtresa shumë e hollë e këpucës, si duket këmba elegante. Ta marrësh çanki del këmba kështu, hall. Kështu që bleva dhe këto, që ti vendos këtu tek pjesa, se kjo është pjesa që më vret më shumë. Edhe uroj që të më bëjmë punë, do t'i provoj gjithashtu në një... Unë ne lëvizim dhe makinë, realiteti, po ndonjëherë lëm makinën dhe nuk dua të kthehem dhe njëherë, se mund t'jesh nga cepi tjetër i qytetit, dhe të shkosh makinë, të ndrosh këpucët, është... Zgjodha këto ishte një version tjetër, zgjodha këto që ishin më të trashat, nëse po i kërkoni. Dhe më duket se i mora tek Deichmann këtu në Gjermani. Kishte një version më të hollë, mora këto më të trashat, se thash I need all the help I can get. Dhe halli është që kur vendos këto, nëse këpucët i ke pas fix tek pjesa e këmbës, e hyrjes, do t'i kesh të ngushta dhe si vesh do të më, kështu që hallet nuk mbarojnë miq. Dhe do filloj dhe do e liroj një çik të, se duhet dhe në kalendarët e tjerë që kam, janë te kuzhina. Këto i mora kur ishim tek, si quhet, outleti i madh në Holland. Janë shumë cute. Nuk i kam veshur asnjëherë akoma, por më pëlqeu shumë fakti që janë roz. Tani mund t'jem pas në modën e këtyre lloj këpucësh, edhe pse samba e këto ishin ta didesh, apo ja. Por kjo është pak a shumë në stilin e asaj. Thjesht më pëlqeu, sa të vaja u duken. Thjesht më pëlqeu fakti që ishin roz, edhe nuk më vran në momentin që i vesha. Tani kur i vesh është një të vret, po i mbajta një çik hipën sipër te katë tjetër, i mbajta dhe nuk dukeshin keq, kështu që I like these, edhe dua që të inkorporoj pak ngjyrë tek këpucët. Thash, po pres sa këpucë të reja, sepse një brand shumë i njohur për kush rrinë në social media dhe merret edhe ka qef këpucët, më shkruajti që të më sillnin disa këpucë dhe jam shumë entuziaste, dhe në fakt interesimi i tyre vinte nga YouTube-i, kështu që faleminderit që më ndiqni. Jemi pak, por jemi me shumë dëshirë edhe entuziazëm për të bërë më shumë video. Okej. Shihemi, take care, kujdeseni për veten dhe shihemi në video tjetër. Bye!